Koha është për edhe një përballje dramatike dhe shfaqje fantastike basketbolistike, çfarë si vjet po japin Vllaznimi dhe Sigal Prishtina. Vetëm 14 ditë pas u ndeshën në finalen super dramatike të Ligës Unike, e cila shkojnë vazhdime, ku Vllaznimi mposhti Sigal Prishtinën në Prishtinë duke ngritë trofeun e parë pas plot 29 viteve. Këto dy skuadra u ndeshën përsëri në palesën e sportit në Prishtinë kësaj here për ta filluar serinë çerek finale të play-offit, duke kërkuar vizën gjysmë-finale dhe përsëri na përgatitën shfaqje fenomenale. Të mërkurën broma kemi qenë dëshmitar të edhe një drame fantastike, e cila u vendos në sekondat e fundit, dhe kësa radhë ishte skuadra e Prishtinës e cila fitoi me rezultat të ngushtë 71-69 për të kriju e përsin në këte seri çerek finale prej 1-0. Adhurus basketbollit në adresën numër 1 të sportit në Shqiptari, në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, ku do qeni duke na ndjek në këto qaste Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në edhe një spektakël të basketbollit me mua Agon Femion dhe me mua Ulpiana Emrën. Do t'jemi bashkë edhe në një tjetër ndeshje, Agon pas asaj ndeshje të natës së mërkurë që na dhuroi spektakël. Po besojmë që sonte përpos spektaklit në fushë do të kemi spektakël edhe në tribuna. Duelit mërkurës mbrëma në Prishtinë, me cilën edhe u hap play-offi si vetëm i Procredit Superligës, ishte mënyra më e mirë për me nis pjesën finale të këtij edicioni, që ishte ndër më interesante të viteve të fundit. Çerek finalja e parë ishte një ndeshje e cila u karakterizua me mbrojtje të fuqishme dhe agresive të skuadrave, dhe si pasojë kësaj skuadrat bën shumë gabime dhe humbën shumë topa. Vllaznimi 22, në anën tjetër Prishtina 20. Po, loja ka qenë me vërtet me intensitet shumë të lartë, shumë më të lartë se zakonisht në Superligë gjatë pjesës së rregullt. Prishtina prej këtyre 22 topave të humbur të Vllaznimit ka realizuar 28 pikë, ndërsa Kuqezint kanë realizuar 24 pikë prej këtyre 20 topave të humbur. Elementi realisht ku Bardhe Kaltri dominuan ishte shënimi në brendi të trapezit, ku e kontrollua në mënyrë perfekte, sepse patën 20 pikë më shumë të shënuara se Vllaznimi. Prishtinasit i shënuan 36 pikë, kurse Gjakovarët vetëm 16. Po, Ulpiana, megjithatë Kuqezin kanë qenë më dominues në kundërsulme të shpejta, si rezultati i kthimit të tandemit të Anderson Helms, por edhe në radhë të parë të organizimit maestral të Don Poloshkës, i cili pati 7 asistime dhe ka mundur të ketë edhe 2 fish ma shumë asistime, sikurse bashkëtarët e tij kishin qenë më të koncentruar dhe po t'i kishin konkretizuar edhe 6 topa të tjerë, të cilët i quan poshtë dhe nuk i shfrytzuan, e po ashtu edhe po t'kishin shënuar quajtjet e lira pas pasimeve të Don Poloshkës. Në radhë të parë këtu e kam fjalën për Hellemsin. Vllaznimi pra në këtë ndeshje i pati 24 pikë gjithashtu nga kundërsulmet, kurse ekipi i Prishtinës i ka pasur 15. E një detaj tjetër nga kjo çerek finale e parë është edhe fakti se Vllaznimi i pati 22 quajtje të lira si rezultati deportimeve në brendi, ku Prishtinasit ishin shumë agresiv në mbrojtje dhe në total i shkaktuan 27 faulla. Por për dallim nga pjesa e parë, ku Gjakovarët tentuan 16 herë dhe qelluan 13, në pjesën e dytë e humbën efikasitetin dhe nga 6 tentime shënuan vetëm 2 herë. Dhe kjo ju kujtoi shtrajt e sidomos Agon Muqet e Hellemsit, i cili nga 7 i realizoi vetëm 2 quajtje të lira. Me të vërtet ky ka qenë një element shumë i dobët. Ja pra, jemi të gatshëm edhe për prezentimin e dyja skuadrave. Sonte për Vllaznimin e shpërthej salla për 14 minuta e titanin sot ekipit, sepse bashkë jemi të partishëm. Pa humbur kohë e prezantojmë ekipin me Safer Sigal Prishtinën, që paraqiten në këtë përbërje. Prishtina sonte numër 7 Fisnik Rugova, numër 0 Dion Sheqiri, 1 Fatim Shesher, 2 Ricky Tarrant, 3 Jon Ismaili, 11 Jordan Davis, 12 Rashid Malbashishi, 13 Daniel Lekëndrej, 17 Binqe, Norik Binqe, 21 Josh Nzakor, 23 Muhamed Ali Anjeva dhe 33 Olin Carter. Trajneri Pako Olmos,
mendimsin e tij spanjollin Facundo Murias dhe Albert Sulejmanin. Dhe tani Kuqezin sepse skuadra presim dashnin tonë të përjetshme Vllaznimi. po e lojmë spikerin zyrtar në ti prezenton. Definitivisht. Me numër Ja 1 vlen. kapiteni Onati Kushi. Me numër 0 Anton Walker. Me numër 1 Ariana Seve. Me numër 2 Ampri Petra. Me numër 3 Mr. Trey Anderson. Me numër 5 Ori Shuri. Me numër 6 Edin Zigo. Me numër 9 Mr. Flash Erico Ellis. Me numër 15 Orber Sinali. Me numër 33 Pum Pum Jason Chitovo. E me numër 44 Toni On Ton Poloska. Trajneri ekipit Mr. Jeronimo Sharin, mendimësit Dritan Raci, Dorant Hana dhe Pim Kumnova. Ako mundësini të Adhurues basketbollit me të vërtet atmosferë fantastike sonte në Shanin Ushi, Eastern Bushur. Atmosferë e cila na ka mungu këtu në Gjakov. Të dëgjojmë edhe intonimin e hymnit të Republikës së Kosovës. Ulpiana, atmosferë e jashtëzakonshme dhe natyrisht edhe intonimi i hymnit të flamurit. Pra, adhurues të basketbollit, kthehemi, kanë mbetur edhe 3 minuta deri në fillim të ndeshjes së dytë çerekfinale. Një tjetër detaj nga çerekfinalja e parë është edhe fakti se Vllaznimi pati 22 gjuajtje të lira si rezultat i depërtimeve në Brendi, ku Prishtinasit ishin shumë agresiv në mbrojtje dhe në total shkaktuan 27 faulla, por për dallim nga pjesa e parë ku gjakovarët tentuan 16 herë dhe qelluan 13 në pjesën e dytë, humbën efikasitetin. Ja, tani edhe Xeni me performancën e tij. Lukasit mungojnë shkallëzën jetishi në një fest në Gjakov. Po e lëm
performancën e shpenzimit. Lirisht edhe team roster me hek. Edhe me ljon atmosferën çakon, fest e vërtet. Pra, ishim duke thënë Ulpiana një tjetër element me cilin vllaznimi i bëri ball mbrojtjes agresive të Prishtinës. Ishte qarkullimi mirë i topit në momente caktore dhe treshet, sidomos në çerekun e parë, kur vllaznimi realizoi ato 5 treshe nga 7 tentime dhe 10 minutën e parë mbylli me atë përsin dyshifrore 28 me 17, edhe pse kishte përsin maksimale prej plus 14, që njëherësh ishte edhe përsia më e thellë në duel. Në fakt, vllaznimi ka pas e përsi për 28 me 14, kur kishim mbet edhe 56 sekonda loj në çerekun e parë. E më pas në vazhdim ka qenë Janjeva, i cili me treshe fillimisht vendosi rezultatin final të çerekut parë, siç tham 17-28, edhe me atë treshe Janjeva e nisi atë serim fantastike prej 20 me 2 Prishtinës, e cila në vazhdim në 6 minuta 20 sekundat e para i ka leju vetëm 2 pikë Kuqezinëve para se të barazohet rezultati 30 me 30, e masej me atë serinë e Davisit shpërtheu me 2 tepërtime rësht dhe kaloi pra minusin prej 14 pikëve e ktheu në plus prej 4-34 me 30.
E nga ky moment deri në fund Prishtina në 6 raste shkojnë përsi maksimale prej 4 pikeve, por asnjëherë më shumë sikurse edhe vllaznimi që barazonte dhe rikthente përsin deri në 5-6 pikë, por jo më shumë. Është interesant themi se në duelin e parë rezultati u barazua 13 herë dhe gjitha këto që i përmendëm e bën duelin e parë çelek final ashtu agon si që quajtëm një 100 herë. Fantastik! Po, fakti që gëzon nga ndeshja e parë është se figurat kryesore të skuadrave kanë qenë lojtarë vendor. Daniel Lekëndreaj të Prishtina dhe Doni Polloshka të vllaznimi, luftari shkodron, si e quajone. Daniel Lekëndreaj ishte MVP ndeshjes me 18 pikë, prej tyre 4 treshe nga 7 tentime dhe shtoi 9 kërcime, kurse nga ana tjetër maestral ishte Don Polloshka, i cili ishte lokomotive skuadrës me 17 pikë, prej tyre 4 treshe, duke shtuar edhe 7 asistime, 3 kërcime, 3 topa të vjedhur, përkundër faktit se Helms ka qenë më efikasi me 20 pikë, 8 kërcime, 4 asistime. Megjithatë, Gjeri humbi 8 topa dhe huqi 5 gjuajtje të lira, sikur se tha më herët, duke shënu vetëm 2 nga 7 tentime. E të Prishtina në ndeshjen e parë u dalluan edhe 2 transferet e fundit, fundorët Amerikan Davis e Carter, të cilët me ardhjen e trajnerit të ri, spanjollit Olmos, e kanë ndryshuar totalisht qasjen ndaj lojës, duke qenë më agresiv në mbrojtje, më të depërtueshëm dhe shumë më bashkëpunues me pjesën tjetër skuadrës. Davis ishte fantastik gjatë asaj serisë të rikthimit prej 22 dhe ndeshjen e mbylli me 16 pikë, 4 kërcime, 4 asistime, kurse Carter pati një mbrojtje fenomenale me 3 kërcime, 3 topa të vjedhur, kurse në sulm kontriboi me 10 pikë e 3 asistime. Në fakt që kemi vrejt para se të nisë lojë dhe ta themin këtë ndeshje ishte strategjia e Olmos trajnerit që mungesë të Arjan Azemit bën presion të madh ndaj Don Polloshkës dhe ka leju dhe lojën e bazoi më shumë lojtar fundor e jo Mahal Bashiqin, sikur se ishte rasti të dielën e kaluar me trajnerët Bilge dhe Sulejmanin. Faktikisht nga 36 minuta lojë, veterani 36 vjeçar i ul minutazha në 25, duke dhënë më shumë hapësirë Rrugovës, Zakorit dhe Dior Sheqirit dhe kështu e ruajti freskinë e Mahal Bashiqit, me cilin trajneri Olmos u ribashkua në Prishtinë pasi ka udhëhequr edhe në Meksik ku kanë fituar titullin e kampionit. Për shohim atje dhe Bleran Stavilecin, Florian Miftarin, e Shkërzen Fetiun, Artan Çerkenin, pra lojtarët dhe legjendat e klubit të basketbollit Sigal Prishtina. Çdo gjë është e gatshme për ndeshjen e dytë çerek finale. Mahal Bashiq dhe Gjitobo më i lartë, mirë po topi përfundon te lojtarët e Prishtinës që kanë sulmin e parë. Davis për Janjevën. Bukur atje Tarrant i krijon vetës hapësirë, mirë po nuk e shfrytëzon huq. Dhe Don Polloshka është lojtari më i dobishëm i skuadrës në duelin e parë çerek final, 17 pikë prej tyre 4 treshe, 7 asistime. Helms, lëvizje bukur mashtruese, paci ndihmoi atje Mahal Bashiqit, topi shkoi te Koshi, faulli Mahal Bashiqit është ky, po. Benchëm Gjitobo aty. Mahal Bashiqi nuk u vendos mirë, e kapi atje për dore. E shtrëngoj, nuk e lejoj që të kërcen në ajrë. Gjitobo e pate referi Mumini, personalja e parë për Mahal Bashiqin, arma kryesore e skuadrës Prishtinës. Presi ka ardhë, atje Don Polloshka e humb topi një vjetë, Daniel Lekëndreaj kundër sulmi shpejt, për mrekulli, fluturon në lartësi dhe ngulit Jordan Davisi. Çfarë ngulitje bukur, çfarë shkëputje pranë Trey Andersonit për 0-2. Gjitobo dhe Mahal Bashiq. Trey Anderson, bukur atje për mrekulli, i vetmuar, nuk e lëshon rastin, e dërgon të veni. Lekëndreaj me deportimin e tij slalom, nuk realizon gana kundër sulmi i Andersonit për Polloshka, i cili lanson, nuk realizon. Mahal Bashiqi më i larti në kërcim. Fantastik në start të këtij dueli, të dyja ekipet e kemi një ritëm më të shpejt, por për dallim nga ndeshja e parë, nuk janë mbrojtjet aq agresive si kurse ishin në ndeshjen e parë. Është vetëm fillimi i këtij dueli dhe do shohim ndoshta ekipet në këto minuta të para po kursehen për mrekulli atje
i mbyllur nga Don Poloshka. Helms për 3 Andersoni, i cili lanson dhe kreshën e qëllon për e përsin e parë të vllaznimit. 5-2, treshja e parë, edhe në ndeshjen e parë, në qirekun e parë, vllaznimi kishte realizu 5 treshe nga 7 tentime. Personalja e Jericho Helms, që nuk ja lejoj të përtimin Davis. Po, problemi i Jericholit i Helmsit është se shumë shpejt ditë ngarkohet me gabime personale, ai edhe Gjitobo, edhe Sharin po e shoh këtu, ndoshta unë kamera nuk po e shihni, por Sharini bëri me dorë atje që Helms të ketë kujdes në faullat e tij. Pagojnë gjithashtu për dallim nga ndeshja e parë, sot në bankën e zerve kemi parë edhe Ariana Zemin, nuk e dim nëse do t'jetë i gatshëm që të shpejt lëviz topi atje, Taran depërton, bukur mbi 3 Andersonin, po Mahal Bashiqi atje, bukur me Janjevën, ndalet në mënyrë të palejuar dhe do t'jetë loj për 3 pik, 2+1, Janjeva i fauluar nga Atiku Koshi, po pati kontakt me dorë, e shtrëngoj topin atje fort Muhamed Ali Janjeva. Me ardhjen e trajnerit Olmos e kemi parë edhe një motiv dhe energji shumë ndryshe edhe tek Janjeva. Me të vërtet ka qenë fantastik në duelin e fundit në Prishtinë. Duhet të shohim patjetër këtu atë energjinë që ka sjellur Prishtina në mbrojtje në momentet e fundit sidomos. Dhe aty do thotë ishin Janjeva dhe Lekëndreja i bashkë me Carter, ata që ndikuan që në momentet vendimtare të rikthehej Prishtina. Presingu tani Davis për mrekulli atje pran Helmsit dhe faul në sulm. Definitivisht faulli është në sulm. Ankot atje trajneri Sharin në këtë faul, ndërsa referi Drem Pudarolli veç ja bon me dorë Skajo atje. U vrejt ngritja e krahut nga Jericho Helms. Tarant atje për Janjevën. Bukur atje bloki Mahal Bashiqit në postin e ult mirë, po Helms me vërtet në çdo centimetër katror të fushës sonte. Po ndihmon që nuk është shumë edhe karakteristike Helmsit me luajt mbrojtje, shumë agresive. Po shofim e tani, pra e kanë shtu agresivitetin, mirë, po kjo nuk kryen shumë punë sepse Tarant e dërgon treshën të veni. Tentimi i parë për 3 pik i suksesshëm. Teksa po e shohim agojnë me një herë, po ka 2 vishime të lojtarëve, vjen personalja dhe nga Daniel Lekëndreja, presion që nga fillimi nga ekipi i Prishtinës. Gjë që po e shohim edhe trajnerin Olmos. Po, mbrojtjet tani janë shumë agresive, në fillim pra në ato 90 sekundat e para, jo, bukur atje Helms për mrekulli, kërcim në sulm, dhe realizon pas kërcimit në sulm, second chance points, 2 për 17-8, dhe afron rezultatin. Janjeva lëvizje bukur mashtruese, depërton, bon slalom dhe Janjeva shënon. Fenomenal. E ti e 5. Muhamed Ali Janjeva. Gjysmën e pikëve të Prishtinës, deri tash e ka realizu Janjeva. Doni kërkon blok të Gjitobos për 3 Andersonin, bukur shkon për Helmsin, i cili nga këto pozita ditë që long kësaj here jo. Lufton atje Gjitobo me ish lojtarin e vllaznimit, edicion e kaluar, Daniel Lekëndrejën. Topi 14 sekondat e reja, sulmi ri për vllaznimin. Helms, bloki 2 fisht atje. Trey Anderson nuk u hap Helms si duhet. Natyrisht topi vjen te Doni. Kërkon blok atje për pick and roll, depërton deri në fund. Sa bukur atje! Doni për Atiku asiston dhe Gjitobo realizon për të barazu, në fakt për 19, më falni. Davis për Tarantin, Mahal Bashiqi, një mismatch, mirë po me njerë prapa ti është Gjitobo i cili ndihmon atje Don Poloshka, sigurisht se do të mbyllat vinë fundore. Mbrojtje zonale, Tarant për sëri mbetet i vetmuar.
Nuk ja hush, nuk i dridha dora, për e përsin më të lartë të Prishtinës deri tash 4 pikë. Trajneri Olmos në mënyrë shumë energjike atje, po ju vërtet atje lojtarëve kërkon mbrojtje më agresive nga Janjeva, i cili del nga sistemi. Malbashic e pengon kundër sulmi shpejt. Davis, lëvizje mashtruese Davisit, i cili pran Polloshkës realizon për 6 pike përsi. Kemi një seri të shpejt prej 7-2. Mirë, po s'ka problem, aty me njëherë është Helms në vend. Me treshën e ti e afron rezultatin në 3. Ato që e tha gojën trajneri në fund në intervjist, trajneri Olmos, ishte që nëse luajmë mbrojtje, sigur në 3 qerek, të dytin, tretin, ka fallë në sulm. Sa vëshojmë, tha do të arim të marim fitoren më lehtë në Gjakov. Është Mahal Bashiqja i cili ka shkaktu personale. E shojmë kështë momente. Zakor, Zakor dhe Rugova inkuadrohen në lojë, Mahal Bashiq dhe Janjeva largohen nga loja. Teksa shojmë edhe MVP-n e finales e Ligës Unike, Arjan Azemin, që është i gatshëm sot për lojë. Vend të Atikut Koshit, pra e dim se me të vërtet ka pësu një pëlkim, me thonë distorsion të këmbës, pa të shkelë të Gjitobo në atë duelin këtu në me njëherë pas në duelin kundër Borës. Në minutat e para, pra ishte në minutën e 4. Në minutën e 4. Ndeshjes. Dhe ja po e shofi Marianin sonte për herë të parë, ka dhe atë të fashua në mënyrë specialit, tentim për 3 pikë i Andersonit. Nuk është i saktë, mbetet 12-15. Fisi Rugova nuk e kontrollon këtë top, ishte një pasim i mirë në thellësi atje nga Jordan Davisi. Perfekt ishte pasimi, po Fisi nuk arriti që të kthehen me kohë. Lekëndrej dhe Polloshka, 2 më të mirët e ndeshjes së parë çerek finale. Danieli MVP i ndeshje, sa bukur atje. Rolling dhe sin bashkët babës kalon dhe rezultati në 14-15 Helms e afron. Atmosfera fantastike, edhe ndeshja e ufa. Është personale e Gjitobo. Po në dorë. 2 gjuajtje të lira do të jenë për Jordan Davisin, e ka plotësu bonusin skuadra vllazimit, 4 personale. Vllazimi duhet t'i ketë 4, ashtu pra. Dhe Anton Walker bëhet gati për të inkuadruar në lojë. Davis në tentimin e tij të parë realizon, por ndryshe do të Jordan Davis në është ndeshja e tij e 6. Ka një efikasitet prej vetëm 50% që është me vërtet shumë interesant për Davisin. Të parën e qëllon edhe dytën sonte për të ngritë rezultatin në 17-14. Të shojmë zëvendësimin, Antoine Walker futet në lojë, teksa është ullur edhe Mahal Bashiq tek Prishtina, gjallës edhe trajneri Jeronimo Sharin e ull edhe Gjitobo paksa për të pushuar. Ja, atje Doni Polloshka dhe Daniel Lekëndreja ishin duke shty njëri tjetrin, por po folin njëri me tjetrin çka bëm, edhe pse referi janë duke menduar që po debatojnë. Pick and roll atje me Anton Walkerin për mrekulli. E këto janë ato topa për cilat thashi Doni ka mujt mi pas edhe 13 asistime në ndeshjen e kalume, të cilat po i huqin bashkëlojtarët e tij. Ky ishte çush e kom zakonin me thonë një lokumeara, por të cilin nuk e shfrytzoi Walker. Në anën tjetër Zakor për mrekulli për 14-19. Olmos s'po nxen vend. Helms për ballë ka Davisin. Çfarë vullneti për me lujt të mbrojtje Davis, prej që ka ardhur Olmos shumë ndryshe se sa me Birgen dhe me Sulejmanin. Azemi deporton në brendi, ja vjedh topin atje Tarant. Ull si formull deri poshtë dhe ja vodhi këtë top. Shpejt lëvizin atje topi Lekëndreaj.
Lëvizje bukur mashtruese. Sa bukur ju shmang presingu, Tarant atje mbi të gjithë gjuan, nuk realizon kërcim në sulm. I vetmuar Tarant bi Hellemsin, çfarë aksioni mirë, e ka lënduar këmbët si duket, ka shkelur edhe Ricky Tarant dhe kjo është e përsia më e lartë, edhe pse po m'duket ishte për 2 pikë. 2 pikë janë të shënuara zyrtarisht, 14-21, nuk e di nëse ishte treshe. Të shofim. Jo, prej këtujt nuk po e shofim, nëse mundet regjia të na kthej prej një këndi tjetër që të shohim nëse ka shkelur apo jo Tarant vin. Kjo është treshe. Është treshe dhe në duar të Xhelal Muminis. Apo, jo, ja tani edhe në semafor, në thonë rezultati zyrtar është 22. Fillimisht ishte 21, pra është treshe e Ricky Tarantit, është kjo e përsia më e thellë deri tash e Prishtinës prej 8 pikëve dhe natyrisht me njëherë reagon trajneri Jeronimo Sharin. Po e shohim që Prishtina po përgjigjet sot ashtu siç luajti vllaznimin në çerekun e parë të ndeshjes së parë, me topat e vjedhur, me mbrojtje agresive dhe me treshe. Treshe ku nga 3 tentime i ka 3 shënime, 100% efikas. Prishtina si zote i ka qelluar të trijat. Ricky Tarant i ka 3 treshe, krejt çka ka gjujt, krejt ka realizu me 9 pikët e tij me vërtet sonte. Ricky është fantastik, edhe në mbrojtje me atë kërcimin dhe asistime. Pikërisht mbrojtje shumë agresive është duke luajtur Prishtina, po i përcjellin lojtarët e vllaznimit në çdo cep, nuk po ja lejojnë hapësirën. Presingun zonal dhe Danieli Lekëndreaj, i cili ditë të bëj mbrojtje të mirë dhe pressing, po e mbron Don Polloshkën, i cili tenton, nuk realizon. Walker mbetet më i shkurt se Zakor kundër sulmi shpejt Tarant për Davisin. Lekëndreaj, një mismatch atje me Don Polloshkën, mbrojtje e mirë e Donit. Tarant ishte vetjak, nuk ja pasoj Davisit, kërkon Olmos që të hapët, të zgjerohet atje loja. E ka shkelur vijën. Apo? E ka shkelur vijën, e pa Gadim Shabani ishte afër. 14-22, Gadim Shabani, i cili ishte i dënuar pikërisht për shkak të visë shkelur në duelin në pej. Po besoj tashmë shumë më i kujdesshëm do tregohet në duelin në Prizren. Në Prizren, Bashkimi Peja. Don Polloshka e she bukur atje Arjan Azemi. Edhe një top i vjedhur nga Ricky Tarant. Po, 2 topat e humbur të Arjanit deri tash. Lekëndre, opa, lëvizje bukur, mashtruese depërton, realizon dhe e përsin e parë 2 shifrore. E shënon 14-24. Pa pas ati rezultati prej 14-15. Kemi një seri prej 9-0 të Sigal Prishtinës. Do të kemi zëvendësim tek Prishtina, do të ulet Davis. Normalisht Prishtina e ka një plus goxha të madh pasi ka një bank më të pasur se ekipi i vllaznimit dhe trajneri Olmos normal e ka luksin që të luajë kësaj lloj mbrojtjesh që nga fillimi. Në anën tjetër e dim që vllaznimi Hellems për mrekulli atje depërton. Opa, atje pati kontakt. Megjithatë Hellems i shënon pikët e para pas 3 minuta e gjysmë të një azhirimi të shënimeve të themi të vllaznimit. 9-0 ishte seria dhe pas 3 minuta e gjysmë pikët e para të vllaznimit për 16-24. Sa bukur Fis Rugova depërton dhe Eri kthen e përsin 2 shifrore. Kemi hyrë në minutin e funit. Walker Zakor. 2 luftimi, por topi shkon te Anderson. U pase, kjo nuk do të hynë në kosh. E po mduket identike sikur se çereku i parë i duelit në Prishtinë ishte 17-28 për vllaznimin. 16-26 këtu. Olin Carter nga ana depërton dhe realizon 28 pikë dhe Prishtina të shohim a do të ketë faul këtu. Dhe një gjujtje tjirë që tjetë rezultat identik 17-28 apo jo.
Ashtu ishte në Prishtinë të mërkurën. Çfarë lëvizje bukur mashtruese nga Don Polloshka dhe për 1 pikë rezultati nuk e identik. Nuk ishte identik. Megjithatë për lojën mund të themi që ishte paraqitja ashtu siç ka qenë e vllaznimit në kryeqytet, një mbrojtje agresive, super agresive e Prishtinës, presion në gjithë fushën dhe treshet e Tarantit e bën diferencën definitivisht, pavarësisht që vllaznimi tentonte që të mbahej në lojë, por erdhën ato treshet e Riki Tarantit që e bën diferencën dhe Prishtina e mori kontrollin. Ajo ku Prishtina ka dominu në çerekun e parë dhurus të basketbollit, padyshim duhet thënë se janë asistimet. Do të thotë një lojë shumë e shpejtë, mbrojtje agresive pas cilës kanë ardhur deri te kundërsulmet, pas kundërsulmeve janë ato bashkëpunimet, bashkëveprimet, 8 asistime të Prishtinës përkundër vetëm 3 asistimeve të vllaznimit, që faktikisht ka qenë e kundërta në ndeshjen e parë të zhvilluar në Prishtinë, sa i përket asistimeve, pra te skuadra e Prishtinës me 3 asistime, më i miri është Riki Tarant, 2 ka Jordan Davis dhe nga një Mahal Bashiqi, Janjeva dhe Rugova. Po ashtu duhet thënë se sa i përket tresheve, tentimeve për 3 pikë, pra Prishtinasit në çerekun e parë me ato 3 treshet e Tarantit janë efikas, pra 100% perfekt 3-3, edhe në gjuajtje të lira. Do të thotë sonte janë ndruar rolet. Në çerekun e parë të duelit të parë çerek final ishte pikërisht vllaznimi i cili me efikasitet për 3 dhe gjuajtje të lira ishte fantastik, ndërsa sonte pra e kemi të kundërtën. Po ashtu Prishtinasit sonte janë duke dominuar në shënimin e pikëve nga trapezi, pra kjo zona e lyer dhe në përgjithësi pra nga pas kërcimeve në sulm apo second chance points, 6-4, natyrisht edhe ato që e tha Ulpiana Parës, skuadra e Prishtinës e ka bankën më të pasur dhe rezervistët e Prishtinës kanë realizuar 6 pikë, kurse të vllaznimit asnjë deri tash. Ka filluar çereku i dytë, 16-28 e përsia maksimale prej 12 pikëve. Është ullur të pushon pak Don Polloshka, po e shohim në lojë Arbër Sinanin, teksa Azemi vazhdon të jetë në fushë. Do të shohim sa do të arrijë të i ndihmon Donit sonte Arjan Azemi. Arjani është mbrojtje e mirë tani playmakerit. Arbër Sinani top i vjedhur i tij, teksa e shohim presionin. E ka shkelur vin atje. Po, presion. Edhe me njëherë Lekëndreaj. Lekëndreaj, me të vërtet në këto 2 ndeshjet është fantastik në mbrojtje. Është, ja po shohim edhe kryetarin e Gjakovës, ati Ardian Gjinin. Me të vërtet shumë personalitete në këtë ndeshje çerek finale dhe është mirë që edhe si vjetë serit luhen një ndeshje të shtunën dhe një të dielën. Faul në sulm nga Danieli. Helms për ball e ka Davisin. Blok atje i dyfisht për Arjanin, por Helms kur e merr topin, vështirë ta shoj kokën lart dhe zakonisht luan 1-1. Edhe ka arsye pse luan 1-1. Realizon, dalet në mënyrë të palejuar dhe rezultatin e afron në 18-28. Gjithsesi sonte do ta shohim përqindjen e tij nga vija e gjuajtjes së lirë, edhe trajnere Jeroni Moshari në përmendi në fund që në kësi lloj ndeshjes huqja e gjuajtjeve të lira ndikon në rezultat në fund, teksa e ul trajneri Sharin Arjan Azemin e kthen në lojë Don Polloshkën, shkon direkt tek Azemi dhe e pam edhe bisedën e trajnerit. Por nuk po mundet Arjani, si duket ende nuk është i gatshëm për lojë. Kanë shpresuar, por po shihet që është duke qaluar atje. Bukur Davis për mrekulli, depërton, realizon për 18-30. E bën të duket aq të thjesht këtë depërtim, fenomenal Davis. I pandarshëm dhe ja, prap ajo që e përmenda në fillim.
është presingu i jashtëzakonshëm të cilë lojtarët fundore bëjnë mbi Hellemsin dhe Don Poloshkën, edhe njëherë Davis dalet në mënyrë të palejuar, do të ketë 2 gjuajtje të lira. Pra, treshja e fundorëve amerikan në këto 2 ndeshje çerek finale është duke funksionu perfekt. Jam këtu në radhë të pare kam fjallën për Jordan Davisin, pastaj edhe Ricky Tarrant dhe Olin Carter, i cili shpërtheu në fund të ndeshjes dhe ishte vendimtar. Me të vërtet e ka një arsenal të pasur të lojtarve fundor, edhe organizatorve, trajneri Olmos, pra i ka tre playmakera, lirish mund të theme, të cilët po mundën me lujt në të 2 pozitat, edhe si nish edhe si dysh. Dhe zavendësimi në formacioni Donte Clarkut me Olin Carter ka rezultuar të jetë shumë i drejtë nga trajneri Olmos, definitivisht shumë më aktiv në mbrojtje, më i kujdesshëm është Carter për dallim me Clarkun, i cili njihet për personalet e tij. Dhe gjithnjë duhet të kishte kujdes, pavarësisht faktit që ishte ndoshta më efikas në sulm Donte Clark, por në mbrojtje ka ndikuar shumë për të mirë Olin Carter. Një gjuajtje e lirë Davisit e realizuar për e përsin më të lartë prej 13 pikve, 18-31 pick and roll me Gjito Bo në atje, shumë janë statik, mirë po Gjito Bo, bukur atje, lëviz, mbrojtje e mirë në Zakorit i cili e blokon, shikoni se si e tregon vetën, mirë po Hellems me treshe e afron në 10. Me të vërtet edhe Hellems është njëri nga lojtarët më të mirë të këtij edicioni. 14 pikët e tij, prej tyre 2 treshe, 4-4 është për 2 pikë, në anën tjetër Gjoshen Zakor përgjigjet. Janjeva bëhet gati për të rikthyer në lojë. Muhamet Alia ishte fantastik në ato minutat e para, duke shënuar 5 nga 10 pikët e Prishtinës në start. Dhe nisi serin Anderson, vendos që të shkon deri në fund, dalet në mënyrë të paljuar nga Gjosh Zakor. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Jericho Hellemsin, 25 vjeçarin alo fundorin, 201 cm, i lindur në St. Louis të Missourit, cili erdhi nga Salt Lake City Stars. Është interesant të themi se apo në fakt më falni Trey Anderson u dal në mënyrë të paljuar, jo Hellems. Me 33. Është kjo pika e 6 e Trey Andersonit. Edhe herën e dytë realizon. Trey Anderson cili ka një efikasitet prej 80% nga vija gjuajtjeve të lira në Super League si vjet. Tarrant e sheh korridorin e hapus, sa shpejt quan atje. Muhamet Ali Janjeva super shpejt e ka shutin për 3 pikë dhe realizon treshe për të rikthyer përsin prej 13 pikëve. Është kjo pika e 8 e Janjevës. Treshja e parë e tij. Vazhdimisht kemi tani një e përsi 2 shifrore, cila po shkon në 10 deri në 14 maksimumi. Gjito Bo kërkon atje Sinanin në hap atje. Ka fallë në sën nga Gjito Bo lëvizi me kërdhokull, apo që shë thot populli me kuk, dhe shkakton personale. Prishtina në këto 3 minutat e para ka plotësu bonusin, në vërtet shumë shpejt ka shkaktuar 4 personale, është tepër agresive. Janjeva dhe njëherë për mrekulli e gjen atje prapa kapitenin i cili gjuan nuk shënon, por s'ka problem. E nxerr këtë top Davis, Tarrant përballë ka Sinanin. E faulli Sinanit, i cili e pranon me njëherë Arbri. Po, do ja dora atje mbeti Arbri në qëndrim të lartë. Walker do të inkuadrohet në vend të Andersonit.
Shohim të rikthehet Olin Carter, I cili ka bësuar një goditje dhe duket që pati gjakosje dhe u desh largohet. Zakor dhe Gjitobo bukur me hap prapa mbi Gjitobon, për e përsin më të lartë sonte prej 15 pikve, 23 me 38. Don Poloshka për Gjitobon, I cili lëviz atje me të vërtet mbrojtje fenomenale e Zakorit sonte, e ka mbyll totalisht, e ka neutralizuar Jason Gjitobon, Gjoshen Zakor, shumë të për minuta për Zakorin dhe rrugomën, se sa për Mahal Bashichin. Trajneri Olmos, edhe njëherë I pandalshëm është Gjosh Zakor. 14 me 23, 17 pike përsi, dhe mund të themi se lojtari I këtij momenti është Gjoshen Zakor, edhe në mbrojtje, edhe në sulm. Në mbrojtje e mbylli 3 herë shumë mirë Gjitobon, ja pengoj gjuajtjet, e mbylli pas gjuajtjeve të lojtarëve të vllaznimit, e mbylli Gjitobon, e qiti krejt jashtë trapezit, edhe në sulm në anën tjetër, pra Gjoshen Zakor. Tani edhe po kontribon 6 pikë të ti, 8 pikë të ti në fakt, fali, 8 pikë të Gjoshen Zakorit, I cili ka dhe 3 kërcime. Realisht takon që nga ardhja e Malbashicit, sa ishte trajner Murat Bilge, nuk ja dha atë hapësirën e duhur dhe të nevojshme Gjoshen Zakorit, I cili definitivisht ka qenë njëri nga lojtarët kryesor të Prishtina që nga fillimi I sezonit, dhe jo rastësisht është lojtari vetëm që nuk është zëvendësuar, nuk është ndryshuar. I huaj, po. Nuk është ndryshuar në skuadër dhe përderisa ardhja e Mahal Bashicit ja humbi atë pozitën dhe vendin, tashmë Dhe ja mori minuta. Ja mori minuta, tashmë trajneri Olmos përdor në mënyrë të duhur, dhe kjo pikërisht po ndikon pasi që kualiteti I tij ka qenë I dukshëm gjithnjë. Pjona, Olmos, 55 vjeçari Olmos, mos të harrojmë, ka fituar edhe Julep Eurocup, trajneri Pamesës Valencias, trajner me shumë përvojë, I cili e din se play-offi është një seri e gjatë dhe një maraton e gjatë, ku duhet të kujdeset edhe për kondicionin, gabim në hapa nga Don Poloshka. Sa po e shohim Donin që thot nuk I kanë bërë hapat. Pike përsi për Sigal Prishtinën. Personale Helms e treta do tjetë kjo, probleme për vllaznimin. Dhe natyrisht me njëherë reagon atje Sharini. Mendoj se edhe Helms është mirë që do të pushon pak, sepse në këto momentet e funit ishte pak ma vetjak. Shkoj të thot 14 piki ka të realizume, mirë po I ka humbur edhe 3 nga 8 topat e vllazimit, rapa koncentrimi. Në anën tjetër Janjeva I vetmuar shumë shpejt tenton gjuan, mirë po kësaj radhe bukur atje Arber Sinani e mbyll, dikur ish bashkëlojtar të Sigal Prishtina, Sinani dhe Janjeva, të cilët e fituan edhe trofeun. Arber Sinani, sa bukur Arbri për mrekulli, lëvizje mashtruese e tij, realizon për të afru në 25 me 40 pikët e para të Arbrit. Zakor dhe Gjitobo. Pick and roll atje, Taran depërton derën në fund, mbrojtje e mirë e tre Andersonit dhe medaljen e Helmsit, me të vërtet Helms në fillim të kësaj ndeshje luajti pak mbrojtje të mirë, por kjo zgati shumë shkurt. Në mbrojtje Helms nuk e ka kontributin të cilin e ka në sulm. Pra është një Hulk e dopt në zinxhirin e mbrojtjes së vllazimit. Realisht aq shumë e ruan energjinë për sulm Helms. Edhe një herë Janjeva për atë në mbrojtje. Për 25 me 42 dhe tani Muhamed Ali Janjeva bëhet lojtari I parë të Prishtina me pikë 2 shifrore. Poloshka depërton, nuk realizon, edhe Matej Doni nuk ka realizuar
pik. Nxakor shpejt e Davisi. Ja, Janjeva me njëherë këtu në pozicion për 3 pik, por vjen edhe ndihmon në anën tjetër. Me njëherë e pat atje. Janjeva është në çdo centimetër të fushës. A është në krahun e djathtë për treshe. A vjen me ndihmu atje me u hap. Kërcim në sulm me të vërtet i jashtëzakonshëm. Sonte deri tash pra tandemi Nxakor dhe Janjeva në këto 10 minutat e fundit të shkëlqyeshëm. Carter depërton, realizon. Është venduar atje si duket Olin Carter. E përsia më e lartë e Prishtinës, 44 me 25, tenton për 3 pik Arbër Sinani, nuk realizon. E definitivisht është dominim absolut i skuadrës mysafire. Në çdo aspekt mund të themi akon Prishtina sonte është larg më e mirë. Edhe një shënimi Olin Carterit për e përsim prej 21 pikëve. Nuk po ka zgjidhje Sharini sonte për Olmosin. Don Poloshka, pressing, lufton atje Doni, edhe Davis, çfarë lufte po bëhet. Sinani, karambol atje, Walker për Don Poloshkën i cili tenton, nuk realizon, lufta vazhdon, Nxakor topin e fiton. Çfarë karambole, çfarë lufte, patë se sot vetë mushëm, sa luftarak. Duke u hedhë në parket lojtarët e dyja skuadrave. 2 minuta 34 deri në fund të pjesës së parë. Tenton Olin Carter, nuk realizon. Sinani për Donin. Ndërsa po e shakon me një trajnerin Olmos që kërkon time-out, pavarësisht e përsisë dhe lojës, nuk dëshiron në asnjë sekond të bie koncentrimi i ekipit. E bën gati tani edhe Dion Shqirin. Pra pak time-out ka kërkuar Pako Olmos. Isha duke thënë Olmos ta prezentojmë edhe njëherë. 55 vjeçar i lindur në Valencia. Në sezonin 2002-2003 e ka marrë drejtimin e grup moshave të reja. Mirë po është bërë kampion me Valencian i Julep Cup. Kurse vlen të theksohet se me skuadrën e Menorca basketit ka arritur një sukses nga liga e parë, duke siguru promovimin në elitën e basketbollit spanjoll. Vitin 2013 ka qenë edhe selektori Porto Ricos, ka udhëheq ekipin edhe në Porto Rico edhe në Meksikë, është bërë 3 herë kampion, 1 herë edhe me Mal Bashishin, dhe me të vërtet dora e tij po vrehet, sidomos në mbrojtjen agresive të cilën po e luan. Edhe sonte me presingun të cilin e ka bërë në radhë të parë, duke e izoluar Don Poloshkën, e në anën tjetër duke ja pamundsuar ato pasimet të Donit, ndërsa lojtarët si Gjitobo, Anderson dhe Helms ishin shumë mas statik. Përderisa pam një vllaznim shumë energjik pas atij startit në ndeshjen e parë, startit të mirë, sonte Prishtina nuk e lejoi. Në asnjë moment nuk ja dha hapësirën ekipit të vllaznimit të e luan atë lojë dhe pikërisht ajo që e tha në fund trajneri Olmos në intervistë, tha që ne duhet luajmë siç kemi luajtur në fund, që nga fillimi dhe nuk do të jetë problem që të arrijë fitoren ekipi i tij. Teksa shohim Trey Andersonin në vijën e gjuajtjes së lirë. Realizon për 27 me 46, ka afro rezultatin. I vetmuar atje Davis, mirë po e vjedh këtë top Helms. 2 minutat e funit, fauli Jordan Davisit.
Ky ishte momenti agon që reagoi publiku edhe trajneri René Mosharim është mjaft i nervozuar, teksa Regjinë lusim ta shohim edhe një herë duket që Muhamet Ali Anjeva e ka shkelur vijën kur e ka rikthyer topin në lojë. Po, dhe Trem Pudarolli ishte duke e shikuar atje, e ka pa. Dhe për këtë pati reagim edhe nga trajneri Jeronimo Mosharim edhe nga publiku pas. Isak nga tentimi i tij par Helms, është kjo pika e 15 e tij. 2-1 nga viagjuajtjeve të lira, 3-2, sonte në start më efikas nga viagjuajtjeve të lira. Në 15 disavantazhi nga maksimumi prej 21 pikve, 46 me 25 në minutin e 17, so ishte. Tentim për 3 pik Olin Carter, e huq, Helms. E tani Helms po vendos të luaj në mënyrë individuale, asiston atje për Trey Andersonin, e tani 32 me 46, e kemi një seri prej 7-0 të vendasve, dhe palestra eksplodoi, bëjnë presion atje. Ka gabuar në hapa, Gabim në hapa, e tani presioni i jashtëzakonshëm. Realisht ekipi vllazënimit ka nevojë për këtë përkraje. Një palestër e stërmbushur duhet të jetë më e gjallë. Kthehet Mahal Bashiqi, natyrisht i nevojit të trajnerit Olmos tani përvoja e Mahal Bashiqit. Ati Koshi me Don Poloshkën. Helms, i cili e ka marrë tani rolin e edhe të playmakerit edhe të lojtarit, i cili në deportime individuale me këm luajtje atje. Lek Andrejaj duhet të kthehet në 14 po. 50 sekonda deri në fund. 21 ishte përsia më e lartë e Sigal Prishtinës në minutin e 17. Helms me Davisin 1-1. Kthehet prapa, tenton dhe i pandalshëm është Jerry Helms. Pa. S'ka ku shëndal, po që është vetjak, po që nuk po lun mbrojtje, po djali po shënën, po bombardon dhe rezultatin në 34 me 46 e afron, seri prej 9-0 në 2 minutat e fundit. 8-7 është ato nga loja e Jericho Helms nga tentimet. I jashtëzakonshëm. 5-5 për tentime për 2 pikë, veç një herë ka huq për 3. Edhe në vijën e gjuajtjeve të lira është 3-2. Kështu që sonte i pandalshëm. 18 pikë të tij në pjesën e parë. Në vijën e gjuajtjeve të lira realizon për 35 me 46. Tani presion në mbrojtje i vllazënimit. 10-0 seri e përgjysmon disavantazhin vllazënimi. Pressing në tërë fushën atje, Mahal Bashiqi për Janjevën. Çfarë pressingu në fund të pjesës së parë. Mahal Bashiq me Ati Koshin atje dhe Mahal Bashiq realizon pas 3 minutave lojë. Bukur e pa Riki Tarant në mismatch me Ati Koshin, aty shpejt ai top shkoi tek Mahal Bashiq. Pressingi Olin Carterit ndaj Don Poloshkës, 14 sekonda për këtë sulm. Helms. Helms për Gjito Boni, i cili realizon edhe 37 me 48. Kërkon timeout Pako Olmos nga 21 pike përsi, parës ra në 11, e patëm një seri prej 10-0 të vllazënimit. Këtyre 2 minutave të fund, 2 minuta e 30 sekondat e fundit. Dhe loja e cila në uduk se është duke ikur me këtë seri fantastike u kthye dhe më i merituari për këtë pa dyshim është Jerry Helms, 19 pikë të tij, 3 kërcime dhe 2 asistime.
i hatashëm, si kurse përmendje dhe Ulpiana është perfekt për 2 pikë, 5-5. Jericho Helens për treshe, nga 3 tentime i ka realizuar 2, edhe nga vija gjuajtjeve të lira sonte për dallim nga ndeshja e parë, është i jashtëzakonshëm 4-3, me të vërtet një efikasitet me cilin edhe faktikisht gjatë edicionit Helens ka qenë edhe arma kryesore më vdekjepruese, ashtu themin thojza, për skuadrën e Vllaznemit. Ja po i shohim edhe statistikat e dyja skuadrave. Dominim absolut i Sigal Prishtinës në kërcime, pastaj në shënimin në brendit të trapezit dhe nga kundër sulmet. Mirë po, së fundmi me ato depërtimet e tij dhe asistimet, Jerry Helens e arriti që ta rikthen në jetë Vllaznimin. Pressing zonal në tërfushën, tani ati ku është atje pran Tarantit, Walker pran Mall Bashishit dhe Albert Sinani pran Lekëndrejajt. Vjen deri te një ndrimi lojtarëve Mall Bashishi. Tarant tenton, nuk realizon dhe pjesa e parë me rezultatin 37-48 përfundon. Me të vërtet një qerek i dytë shumë interesant, në fillim të cilit pra në 5-6 minutat e para Sigal Prishtina arriti që të realizon një përsi prej 21 pikëve, mirë po në fund e patëm një seri prej 12-2, me cilën afroi rezultatin në vetëm 11 pikë. Në vërtet, një paraqitje fenomenale ishte e Prishtinës në atë moment e gjatë shkëputjes, por Vllaznimi po tregon edhe një herë që është skuadër me zemër, është skuadër luftarake që do të lufton deri në çastet e fundit dhe do ta shohim tashmë në pjesën e dytë çfarë përgjigje do të kemi nga skuadrat. Adhurues të basketbollit, shkojmë me një pushim, po ju lëm me këngët e Xenit.